Fatjon Bruqi është vënë në pranga nga policia e shtetit në kuadër të operacionit Identikiti. 29 vjeçari nga Shkodra konsiderohet shtetas me rrezikshmëri shoqërore të lartë, i implikuar në një sër veprimtarish kriminale. Në datën 29 gusht të këtij viti, i armatosur dhe i maskuar me skafandër motomjeti, ai tentoi të villte në një argjendari në Shkodër. Në momentin e ndalimit, i riu kishte me vete një sasi kanabisi, ndërsa në banesën që kishte marrë me qira në Tiranë me qëllim fshehjen, mbante pale një armëzjarri pistolet. Gjithashtu në këtë banesë u gjetën 2 maska silikoni, municion luftarak, 3 pajisje për grirjen e lëndës narkotike, si dhe $550 kartmonella false. Policia arrestoi edhe 2 persona të tjerë për përkrahje të 29 vjeçarit Jonathan D dhe Henry E, ndodheshin në automjetin tip Audi me Bruqin në momentin e ndalimit. Drejtuesi i automjetit, 29 vjeçari u vu në pranga pasi gjykata e Shkodrës në datën 30/9/2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrestit në burg për veprat penale, vjedhja me armë, mbetur në tentativë dhe mbajtja pale dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas është autori i tentativës për të vjedhur në një argjendari në lagjen Vasil Shanto, ku hyri në 29 gusht i armatosur dhe i maskuar. Gjatë kontrollit fizik në momentin e arrestimit, policia përveç kanabis sativës i gjeti në banesën e marrë me qira edhe armën e zjarrit tip pistolet, 2 maskat, municionin luftarak, pajisjen për grirjen e lëndës narkotike, kartmonellat false dollar, shumë lekësh dhe aksesor që janë sekuestruar së bashku me 2 automjete dhe 1 celular. Ndërkaq në vijim të këtyre veprimeve, të arrestuarit e tjerë në flagrancë, 2 të rinjt akuzohen për veprën penale të përkrahjes së autorit pasi ishin pasagerë në automjetin e të kërkuarit. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.